Në një dalje publike, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi qeverinë për mënyrën se si trajtohen pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke theksuar se prokurori i përgjithshëm merr vetëm gjysmën e pagës së një prokurori të spakut. Ai e cilësoi këtë si një shkelje të drejtësisë dhe një përpjekje për të favorizuar interesat politike. E drejta është që piramida është përmbysur dhe është përmbysur vetëm për të paguar një grup mercenarësh për qëllime politike. Hajde zgjidhet. Prokurori i përgjithshëm merr gjysmën e rrogës një prokurori në skap. Shtet është ky, leck është ky, s'është shtet. Ish kryeministri referohet edhe gjykatës kushtetuese që ende nuk ka vendosur për çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, duke akuzuar tokat se janë kthyer në strofullën e fundit të hajdutëve, të cilët zbatojnë urdhrat e kryeministrit Rama. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Këta gjykatën kushtetuese, me nder gjykatës një pjesë e tyre, turp gjykatës një pjesë e tyre, këta janë me shkollë, ose kanë fakultet juridik, ose kanë fakultete tjera. Pra nuk janë njerëz të pa lexuar, po njerëz të zhveshur nga çdo moral ligjor, nga çdo moral zyrtari. Tjetri ngrihet si një degenerat njerëzor, si ai nuk ka tjetër, edhe ikën nga mbledhja. Iken nga takim, po ka turpe të tilla më të mëdha, sepse nxirret dosja e Olton Bistrit, nga Olton Bistri. Ky është shteti që ndërtoi Edi Rama. Kjo është drejtësia që ndërtoi Edi Rama. Berisha paralajmëroi gjithashtu një fushatër e protestash. E kam deklaruar dhe deklaroj. Tani kemi një objektiv, largimin e këtij armikut egër të qenjes shqiptarëve.